Ras horas 18 të 22 majit, policia dhe paramilitarët të tërhoqën, kurse ne shkuam në shtëpi tona. Të nesërmën në mëngjes shkuam në shtëpinë e Kahriman Pasokës, ku në salonin e parë, në tepisan, pam për gjak gëzoja. Në përmure vrima plumbash. Tavani e muri ishin të përgjakura. Po ashtu gjak kishte edhe në banjo. Në përdhoma kishte rroba. Gjetëm orë dore, pasaporta, letra njoftime, kuleta fotografike. Gjaku duke sikur kufomat janë tërhequr zvarë deri te dyert e daljes. Njolla gjaku ka pasur edhe në oborin e Jakub Majunit, Sezai Pasomës, Ramush Kutlosit, si edhe në shtëpinë e familjes Feka. Përfundon Rafimi Rëqes, i një pjesë të të ndjerit të Muslimi Renica, i cili kishte pasur të masakruar me 22 maj 1999 5 anëtar të familjes. Të nderuar familjar të martirëve dhe dëshmorëve, i nderuar kryetari i komunës Ferit Idrisi, i nderuar Gjeneral Rahman Rama, në kryetare Mdinok, kryesuese Bashulli, Latifi Bashulli, shoqata të ndarë nga lufta e Shqipërisë, përfaqësues të institucioneve të nderuar të pranishëm zonja dhe zotërinë. Në ditën e 22 majit 1999, vështriasit kishin përjetuar të merë të rënë nga makineria vrastare e Slobodan Miloševićit dhe njësitë paramilitare të Arkanit. Në këtë ditë të kopshme, shumicën e shtetarëve i kanë larguar me forcë nga shtëpitë e tyre dhe i kanë detyruar të grumbullohen te vendi i njohur te Prezat, të cilët pastaj i kanë darë në 3 grupe. I parë, gratë me fëmijë deri në moshë 15 vjet, grupi i dytë të moshës mesatare dhe grupi i tretë të moshuarit. Gjatë kësaj kohe janë plashitur dhe ju janë marrë pa gjysande me vlerë si dhe ari. Disa nga të grumbulluarit rreth 1000 veta i kanë dërguar në sallën e sportit Jeton Tërstela, ku i kanë torturuar në forma të ndryshme dhe pastaj një pjesë i kanë dërguar në burgun e Srebrenicës dhe disa të tjerë në Shqipëri. Mirë po, grupin e shqiptarëve prej 68 vetësh i kanë detyruar të ndalen në shtëpinë e Kahriman Pasokës. Kështu, nga e gjithë kjo katrahur e dhëmshme, mësërët në kishën mësuar 68 shqiptarët që kishën betur në atë shtëpi. Pengmarrësit shqiptarë janë torturuar në forma të njerëzore.